Ishte mi, sot është data 14 gusht, edhe një herë në aeroport drejt Tiranës për të marrë pjesë në këto 3 ditë të manifestimit të madh që do vi dhe diaspora e shumët. Jemi dëgjuar nga 4 anët e botës dhe po vinë drejt Tiranës, po vinë drejt Shqipërisë për të dhënë kontributin e tyre, për të ndihmuar në zgjimin e ndërgjegjësisë kombëtare, sidomos të brezit të tretë dhe të cilëve ju bëj thirrje, ju pensionistë të ADO-tim. Nëse doni që një ditë të keni shpresën që të shihni nipat dhe mbesat të juaja që losin në oborret e shtëpive tuaja. Nëse doni një ditë që t'ju mbushen shtëpitë juaja që janë të zbrasta, të mbushen me jetë, me fëmijët tuaj që vinë nga diaspora për të investuar drejt ADO-t, atëherë dilni që të heqim të gjithë së bashku këtë gangren, këtë tomor, këtë kancer që ka bllokuar në fyt Shqipërinë prej 35 viteve, këto anti-shqiptar, këto të shitur që nuk kanë bërë asgjë për ADO-n tonë, përveç se e kanë nxitur që të ikin shqiptarët nga syt këmbët dhe të zbrazin Shqipërinë nga shqiptarët. Nëse nuk doni që të mbushet jugu i Shqipërisë me varret e ushtarëve armiq, nëse nuk doni që të hapen konsullata dhe të shtetit tjetër të Serbisë në veri të Shqipërisë dhe të mbushet dhe aty me varre ushtarësh armiq, nëse nuk doni që të tundet mes të ditës flamuri Borjo e Pirit dhe të tallen me ju, nëse nuk doni që të shitet deti juaj, nëse nuk doni që të shitet toka juaj, nëse nuk doni që të zëvendësohet etnikisht shqiptarët, pra e janë masivisht sonte në Tiranë të manifestojmë të gjithë së bashku. Mirupafshim.